Të shtunën me 22 mars në njërin prej auditoriumeve të Universitetit Monroe në Bronx, New York, në kuadër të projektit pasqyrimi i masakrave dhe krimeve të tjera nga lufta e fundit në Kosovë, përmes ekspozitës me fotografi, u hap foto ekspozita me disa prej masakrave që forcat serbe kryen në Kosovë. Në foto ekspozitën krimet serbe në Kosovë 1998-1999, në auditorin Mintz të kampusit të Bronxit, u ekspozuan mbi 40 fotografi, të cilët ishin ndekuruara në murin e auditorit, në të dy krahët e fortorës të shoqëruar me një video slideshow të fotografive nga muzeu në Prishtinë. Të parë ekspozitën dhe marrë pjesë në aktivitetin e organizuar me këtë rast, erdhën 10 vet, përfaqësues të komunitetit, artist, gazetar, aktivist të dalluar, student dhe zyrtar të administratës, profesor të Universitetit Monroe në Bronx. Përfshirë ambasadorin e Shqipërisë në Washington, Ervin Bushati, ambasadorin Bleri Mreka, shefi misionit të Kosovës në New York, lider të komunitetit shqiptar, zotin Mark Gjonaj, kryetari i Këshillit Koordinues të Diasporës, komandant Gani Sheu, kryetari i Shoqatës Atlantiku, Haxhi Dauti, kryetari i Këshillit Shqiptaro-Amerikan, Esad Rizaj, kryetar dhe themeluesi i fondacionit i Shoqërisë Shqiptaro-Amerikane në Bronx, New York, Ramadan Gashi, Astrid Tota, Mihil Velaj, Mark Gecaj. Kjo fotoekspozit, e cila ka shumë fotografi origjinale, ku shumica atyre prezantohen për herë të parë, u tha gjatë prezantimit, vjen enkas nga Kosova për të nderuar terrenet dhe për të kërkuar drejtësinë e munguar. Në këtë aktivitet, u mbajt edhe një bashkëbisedim me komunitetin në 26 vjetorin e gjenocidit dhe krimeve serbe në Kosovë dhe u fol për drejtësinë e munguar. Në ndërkohë, i gjithë ky aktivitet u drejtuar nga gazetari dhe publicisti Luz Thaçi. Gjatë këtij aktiviteti ligjeruan mysafirët e nderuar nga Kosova, ish kryeministri i Kosovës Ram Manaj, shef ekzekutiv i Kosova State Archive, Pije Karačica, e organizatës jo përfituese For New Life Kosova. Dhe zonja Gjemile Morina, që shoqëroi këtë fotoekspozit, si dhe folën ambasadori Ervin Bushati, ambasadori Bleri Mreka, Luz Thaçi dhe Mark Gjonaj. Ky aktivitet i pari i këtij lloji në komunitetin shqiptar në Shtetet e Bashkuara u tha se është organizuar me kontributin e Këshillit Shqiptaro-Amerikan me president Haxhi Dautin, organizatën jo qeveritare For New Life Kosovo dhe Këshillin Koordinues i Asociacionit të Shoqatave të Familjarëve të Zhdukur të Kosovës. Luz Thaçi në emër të organizatorit tha se ju jemi shumë mirënjohës mysafirëve nga Kosova dhe bashkëdhetarëve për pjesëmarrjen e tyre në këtë aktivitet përkujtimor, që të kërkojmë së bashku drejtësi për viktimat e gjenocidit serb në Kosovë, periudhën e luftës së vitit 1998-1999. Sonte, post që do të shohim dhe përkujtojmë përmes fotove disa nga masakrat e këtyre viteve, do të mbajmë dhe fjalë rasti të shkurtra dhe do të zhvillojmë një bisedë për të kuptuar sa të pak se ku jemi sot, 26 vite pas masakrave me drejtësinë e munguar, tha ai. Kryetari i Këshillit Shqiptaro-Amerikan, zoti Haxhi Dauti, tha se rreth këtyre çështjeve të pasluftës, masakrave, çështjen e të zhdukur fëmijëve të vrarë dhe përthonimet në Kosovë, ne si organizatë lobiste kemi lobuar në Departamentin e Shtetit dhe ju sigurojmë me lidhjet që kemi krijuar do ta ngrejmë zërin në Washington për këtë çështje nga më të dhimbshmet të luftës në Kosovë. Ndërsa në cilësinë e kryetarit të Albanian American Council, zoti Dauti ndroi me certifikat mirënjohje zotin Ram Manaj i asociacionit të shoqatave të dëshdukurve nga lufta në Kosovë të viteve 1998-1999. Në hapjet e ekspozitës foli edhe drejtoresha ekzekutive e organizatës jo qeveritare For New Life Kosova, zonja Komrie Karačica, e cila ishte edhe pjesë kryesore e sjelljes së kësaj ekspozite në Amerikë dhe ndau provojat e dhimbshme, humbjet me disa familjarë të tjerë të viktimave nga disa prej masakrave më të rënda në Kosovë, përfshirë ato të Poklekut të Gjakovës, si dhe për të ritheksuar nevojën e kërkimit të drejtësisë për viktimat e terrorit serb të viteve 1998-1999. Ndërkaq, ajo apeloi tek shqiptarët e Amerikës që të bëhet presion nga Bashkësia Ndërkombëtare mbi Serbinë për gjetjen e personave të zhdukur nga krimi gjenocidi serb në Kosovë. Që të dërgojnë mesazh në vendin e duhur, që të bëjnë Prishtinë mbi Serbinë, që të dinë se projani albini shqiptar, që janë në lëfën për moshës, si më e të marë dhe i moshën 18
vjetë që janë ende të paqetur, ku mbi trupat e tyne janë ndërtu objekte, mbi trupat e tyne janë rrugë të asfaltuara, mbi trupin e tyne 26 vite që kanë punu në njërat janë hedhur të turinat mbi trupin e më të dashurve tonë. Dhe duke parë që si gjithmonë Bashkia Ndërkombëtare dhe Evropa ende nuk kanë me gjakun e shqiptarëve. Ne duam drejtësi për gjithë anëtarët e familjeve kosovare që vranë padrejtësisht në shtëpitë e tyre sepse ne nuk kishim ku të shkojmë nga shtëpitë e tona. Kështu që unë ju falenderoj të gjithëve për ne kemi mundësuar që të vijmë ne si familjarë dhe kërkojmë mbështetje nga të gjithë ju, kushdo që mundet të bëjë diçka dhe të hedhet një hap drejtësisë për gjenocidin që ka pasur Serbia mbi popullatën. Ambasadori Ervin Bushati, ndërsa kujtojnë atë kohë të dhimbshme të këtyre masakrave që po përjetonte Kosova, përkatësisht kur ai ishte student në Chicago, në fjalën e tij theksoi se vuajtja e qendrës së shqiptarëve të Kosovës ishte bazë themeli për lirinë e Kosovës. Ai në fund të fjalës së tij shpreh minjone e thellë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës që ndalën me aviacionin dhe gjenocidin serb në Kosovë. Ti është ka të kërëtojnë se ju që jeni të këdejnë dhe qytetarë të Shtetit Bashkuar. Je shumë dhe më efikat se mundësinë në bindjet dhe ndikimin dhe vërzimeve në samandohet për të zgjedhur për të përpiruar që në çështjen e Kosovës të jemi gjithë bashkë. Dhe nuk kam shumë vlerë dhe peshë sa fjala e një votuesi propë në New Jersey, propë në New York, propë në Chicago, propë në Boston, se gjithë parë në folën në shkuar, në telefonuar, në nënë se të zgjedhur për kartë nga shkuar, gubernatorë, në këtë vënd, funksionon më shumë se çdo gjë demokracia dhe vota, mund të ndihmojmë sa më shumë. Lobimi dhe pushteti, fuqia më e madhe e shqiptarëve për të arritur diçka për Kosovën. Kapitale dhe investim më të madh nuk ka asnjë problem se ta gjetë shumë se për Kosovën. Shefi i misionit në konsulatën e përgjithshme të Republikës së Kosovës në New York, ambasadori Blerim Reka, në fjalën e tij në hapjen e ekspozitës së fotografive, krimet serbe në Kosovë 26 vjet më pas, tha se fotografitë janë një provë për gjenocidin e fundit të Serbisë në Kosovë, si vazhdimsi e zbatimit të 35 programeve serbe për shfarrosjen e shqiptarëve për më shumë se një shekull. Si atëherë dhe sot, gjyqësia ndërkombëtare mbeti e heshtur dhe vënë justice denied. Mara mend se fatkeqësisht të bile në fjallës, dhe kjo vetëm sa më vërteton një tezë, në cilën shpesh një shpjegoj gjëra studentëve të të fakultetit të filozofisë, që e drejta dhe drejtësia dallohen. E drejta është e dhënë, drejtësia është modifikua. E drejta është ndonë, drejtësia është vërtetë. Në rastin e Kosovës, ne kemi të drejtë të garantuar në Konventin e Kombëve të Bashkuara për parandalimin dhe ndëshkimin e gjenocidit të vitit 1925. Por asot 26 vite nga ky gjenocid, Serbia nuk mbahet. Fatkeqësisht ka pritur asnjëherë që drejtësia dhe gjyqësori këtë vit do i dënojë ata që u truan, u zbatuan dhe kryen gjenocidin kundër shqiptarëve. Po habia ime dhe befasia më e madhe për të keq është për gjyqësinë ndërkombëtare, e cila as sot e kësaj dite nuk ka dhënë verdiktin gjyqësor. Prandaj po e përfundoj me një nga titullat e këtij organizimi, drejtësia e munduar është drejtësia e munduar. Mark Gjonaj, pasi foli në mënyrë të detajuar për gjenocidin serb në Kosovë, krimet makabre, rikujtoi komunitetit shqiptar në Amerikë se ai me aktivistët po punon që të ndërtohet një muze në New York për të përkujtuar krimet serbe në Kosovë. Para sa vjetë e filluj projekte. Një projekt që të bëni muze.
Se të shënësitja, e konë gjenësita që ka nërë poplit tonë të akmasin të njërë. Që të kuptojnë liderta amerikanë, ata që në politik, qa ka vujtë, qa ka jene, qa ka vujtë me qëndru shqiptarë. Ish kryeministri i Kosovës, zoti Ramanaj, gjatë fjalës së tij, e them me cilësinë e qytetarit dhe familjarit që pres të gjenden dhe familjarët e mi. Nuk kam kriter tjetër të matjes së angazhimeve posa ati se sa njerëz janë gjetur. Në fund të vitit 2020, për më pak se 5-6 muaj, janë sjellë nga Kizhevaku dhe varrezat kolektive në seri 9 ose 10 trupa. Është rezultati një pune të vazhdueshme. Fatkeqësia është se ja bërë mëse 2 vjet e gjysmë një trup i vetëm nga PSB nuk është sjellë. Mana tha gjithashtu se për zbardhjen e fatit të personave të zhdukur duhet bashkëpunimi sinqert me ndërkombëtarët, nga se Serbia është përgjegjëse dhe nuk bashkëpunon. Ramanaj ndau po ashtu detaje nga historia e tij e gjatë të periudhës së luftës në Kosovë, ku ai ka humbur disa anëtarë të familjes së tij, ndërsa theksoi se kjo ekspozitë fragmentare ekspozon trishtimin dhe tmerret, dhimbjen dhe dramat që la pas gjenocidit serb në Kosovë dhe mbi të gjitha fotoekspozita është një thirrje për drejtësi. Kjo sakrificë e dhimbjes njerëzore tregon çmimin e lirisë së Kosovës, tha ndër të tjera zoti Manaj. Fotoekspozita që sot është do të gjone fotografitë përse këto vene fotografitë përpishin e kemi zëllë. Ajo luftë veçmas midis pushtuesit, agresorit dhe një populli i cili luftoi në fushë betejë për çlirim, vazhdon duke i marrë trajtat e tjera. Në këtë prizëm duhet parë dhe përplasjen që 26 vjet radhazi midis Kosovës, e cila luftoi për çlirim, dhe Serbisë dje pushtuese dhe sot agresore në rrafshin diplomatik. Ndër kapitujt më të ndjeshëm, më të dhimbshëm të kësaj betejë të sotme diplomatike morale midis Serbisë agresore dhe Kosovës paqëdashëse është edhe mosndriçimi i krimeve, masakrave serbe, gjenocidit mbi popullin e Kosovës në vitet e luftës 1998-1999. Çështja e mosndriçimit të gjenocidit, masakrave të krimeve serbe mbi popullatën shqiptare në luftën e Kosovës 1998-1999 nuk është vetëm çështje e kujtesës historike, as vetëm çështje e përgjegjësisë morale që brezat e sotëm kanë ndaj viktimave të gjakut e të kombit. Për më tepër, hedhja para gjyqit ndërkombëtar të historisë të vrasëve kriminalëve serb, të shtetit serb, institucionit për gjenocidin, për masakrat mbi popullin duarthat të Kosovës është detyrim shtetëror i institucioneve të Kosovës, por dhe i gjithë neve që jetojmë jashtë saj. Detyrim i institucioneve të Kosovës nuk është vetëm moral i bashkëkombësve të vetë, është betejë që duhet fituar kundër Serbisë, e cila fal mosveprimit ton institucional, oportunizmit të çdo qeverie të pasluftës, çdo përbërje të parlamentit të Kosovës, të elitave intelektuale akademike të Kosovës, i ka dhënë komoditet çdo qeverie serbe që të mos del në bankën e përgjegjësisë ndërkombëtare për masakrat e shtetit serb ndaj popullatës duarthat paqësore të Kosovës. Ekspozita për krimet serbe në Kosovë 1998-1999 përmes fotografive origjinale na jep për shkas të shtrojmë disa pyetje fillestare, të cilat mund të shtyllohen gjatë diskutimit, debatit në takimin e sotëm. Çfarë ka ndodhur që dhe 26 vjet më pas çlirimit të Kosovës nga sundimi serb, institucionet e Republikës së Kosovës nuk arritën, nuk u organizuan, që dhe pse duke i pasur të gjitha faktet, dëshmit autentike, nuk ndërkombëtarizuan çështjen e gjenocidit serb në luftën e Kosovës 1998-1999. Zonja Gjamile Morina, e cila dhe shpjegoi për të pranishmit historinë e fotografive të kësaj ekspozite, duke njohur të pranishmit në përmbajtjen historike të çdo momenti tragjik të ekspozuar në fotoekspozitën Krimet serbe në Kosovë 1998-1999, auditorin Minc të kampusit në Bronx, ku ekspozuan mbi 40 fotografi, foli e emocionuar rreth gjenocidit serb në Kosovë. Zonja Gjamile Morina, më pas në rolin e Ciceronit, shpjegoi për të pranishmit historinë e fotografive të kësaj ekspozite,
duke njohur të pranishmit me përmbajtjen historike të çdo momenti tragjik të ekspozuar në fotoekspozitën Krimet serbe në Kosovë 1988-1999. Ram Manaj, në emër të asociacionit të shoqatave të zhdukurve nga lufta në Kosovë të viteve 1998-99, në shëndenimi për angazhimin në këtë fushë, ndau me këtë rast edhe disa mirënjohje. Zvënës presidentit të Universitetit Monoho, profesor Ted Goldstein, Mark Gjonajt, Haxhi Dautit, profesor Haxhi Berishës dhe zotit Ramadan Gashi. Pjesë e ekspozitës Ram Manaj, Karaqica, Morina dhe Thaçi mbajtën bashkëbisedim me të pranishmit dhe disa nga familjarët të të vrarëve dhe të zhdukurve që ishin prezent, teksa dhe shpërndan broshurat anglisht dhe shqip, si dhe folën në detaje për disa nga masakrat e fotografive në këtë fotoekspozit, duke ndarë dhe kujtimit e rënda për masakrat e forcave serbe në Kosovë, si dhe nevojën për të insistuar në drejtësi për të vrarët nga shteti serb. Kjo fotoekspozit, më pas se të vinte në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka pasur sukses në vende të tjera si në Bruksel, Zagreb, Bursa Turqi, Londër, Gjenev, Vjen, Linz dhe Hag, dhe tani pas New Yorkut, kjo do të hapet edhe në Filadelfia nga shoqata Bitë Shqipes. Motivi i kësaj ekspozite është drejtësia vënuar është një refuzim i saj. Ne nuk duam të presim edhe një çerk shekulli, gjaku i të ëndëve dhe historia nuk do të na falin. Organizatorët thanë se ky është edhe një rast tjetër që nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës të ngrihet zëri së bashku për drejtësinë e munguar, edhe nga komuniteti shqiptar këtu në Shtetet e Bashkuara.